Ende nuk ka një datë se kur do të nisë rinumërimi i kutive për qarkun e Tiranës, vendimi i cili u mor një ditë më parë nga dy anëtarët e opozitës në KAS, bëhet me dije se KQZ-s do t'i duhet të paktën 10 ditë për të bërë gati për rinumërim, jo vetëm në Tiranë, por edhe për 44 qendrat e votimit në Dibër. Burime pranë KQZ-s thonë se nuk do të nisë procesi menjëherë, ndërkohë që po përgatitet infrastruktura dhe njerëzit. Po ashtu mësohet se rinumërimi i Tiranës dhe i Dibrës mund të bëhet tek Parku Olimpik. Komisioni qendror të zgjedhjeve do t'i duhet të bëjë gati pjesën teknike, energjinë elektrike, tavolinat, karrikët, monitorët, kamerat dhe internetin, si dhe rrjetet kompjuterike që do të rivendosen aty për të ofruar transparencë për të gjithë procesin. Po ashtu, një grup i posaçëm do të punojë për të veçuar në magazin kutitë e Tiranës dhe për t'i sjellë për rinumërim sipas një rendit të caktuar e të sigurt. Për Tiranën do të hapen 1282 kuti dhe do të rinumërohen 2 herë 450.000 vota. Votat e qarkut Tiranë rinumërohen të gjitha, edhe për partitë edhe për kandidatët. Do të rivlerësohen edhe 16.700 votat e pavlefshme të qarkut Tiranë. Për Dibrën do të hapen 44 kuti dhe do të numërohen vetëm votat e Partisë Demokratike. Partia Demokratike kërkoi specifikisht edhe rivlerësimin e 16.788 votave të pavlefshme, ndërkohë që partitë politike do të përballen edhe një herë për votën e partive. Do të rinumërohen edhe votat e kandidatëve për të gjithë partitë. Hapja e kutive u jep një shans verifikimi të gjithë atyre që patën një rezultat të ngushtë nga të gjitha krahët në garën e brendshme.